Kryeministri britanik Keir Starmer pritet të diskutojë shitjen e pritshme të 40 avionëve luftarak Eurofighter Typhoon në Turqi, kur të takohet me presidentin Tayyip Erdogan gjatë ditës. Vizita e para e Starmer në Turqi, që nga marrja e detyrës vitin e kaluar, vjen ndërsa aleatët e NATO-s po fillojnë bashkëpunimin në fushën e mbrojtjes, ndërsa Ankaraja kërkon të shfrytëzojë avionët luftarak të avancuar për të rritur fuqinë e saj ajrore dhe për të kondensuar humbjen e terrenit ndaj rivalëve rajonal, përfshirë Izraelin dhe Greqinë. Javën e kaluar, Reuters raportoi se Ankaraja u kishte propozuar aleatëve të saj evropianë dhe SBA-s mënyra se si mund të siguronte shpejt avion luftarak të përparuar mes bisedimeve për të blerë 40 Eurofighter Typhoon, si dhe F-16 dhe F-35 të SBA-s. Një person i njohur me çështjen tha se sipas një marrëveshjeje që duket e afërt me Britaninë për tajfunët, Turqia do të merrte menjëherë 12 prej tyre, megjithase të përdorur nga blerësit e mëparshëm Katari dhe Omani për të përmbushur nevojat e saj të menjëhershme, me 28 avion të rinj që do të vinë në vitet e ardhshme. Në Korrik, Ankaraja dhe Londra nënshkruan një marrëveshje paraprake blerjeje të miratuar nga anëtarët e konsorciumit Eurofighter, Britania, Gjermania, Italia dhe Spanja të përfaqësuara nga Airbus, BAE System dhe Leonardo. Javën e kaluar Erdogan vizitoi Katarin dhe Omanin, pjesërisht për të diskutuar planin e blerjes. Zyra e Erdogan tha se ai dhe Starmer do të zhvillojnë gjithashtu bisedime mbi marrëdhënie dypalëshe dhe çështjet rajonale dhe globale.